Nuk kanë bërë krime. Kanë qenë në krye të një ushtrie e cila është çlirimtare, e cila ka dhënë dëshmorët e saj, e ne jemi një popull i cili kemi dhënë martirët, kemi dhënë mbi 12.000 të vrarë, edhe fëmijë, edhe grashta të zana, dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit atë? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjithë ata që po gjykohen në Hag do të dalin të pafajshëm. Prap do të shkojnë. Do të shkoni prap? Prap do të shkojnë në Hag. Po pra do të jem aty në ditën përfundimtare, kam apliku për me qenë atje dhe do të përfaqësoj shtetin e Kosovës në atë proces. Unë pres që ky proces këto akuza me dështu janë të paqëndrueshme, janë shpifje, janë gënjeshtra të cilat e ofendojnë në palc luftën tonë çlirimtare. Dhe pikërisht pse do të dështojnë, unë mendoj që pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm, zoti Thaçi, zoti Krasniqi, zoti Veseli, zoti Recep Selimi, do dalin të pafajshëm.